Programi ynë, programi Partisë Demokratike, shoqërohet që në fillimin e tij me një paket që ne paketa e 100 ditëve të para që vjen si risi në politikën shqiptare. E përmendën kandidatët tanë, do ta përmendim gjithmonë, pasi ne në mënyrë të shpejtë, në mënyrë të menjëhershme do vendosim minimumin jetik, do kalojmë tek paga minimale 500 euro, do kalojmë tek pensioni minimal 200 euro plus 20% të kësaj vlere, pra 220 euro. Do kalojmë tek ato formula, te taksa e shesh 10%, te ato formula që do gjenerojnë zhvillimin ekonomik të vendit. Pasi dihet nga të gjithë që vendi është në stagnacion, dihet nga të gjithë sa ka rënë fuqia blerëse, dihet nga të gjithë sa është dobësuar familja shqiptare, individi shqiptar dhe përjedhoj dhe biznesi shqiptar. Aja nga do ta fillojmë nesër, do jetë rikthimi në identitet i sheshit të Flamurit si simbol kombëtar. Sheshi i Flamurit nuk është simbol vetëm i Vlorës, është simbol i Shqipërisë, është i Kosovës, është i shqiptarëve që janë në Maqedoni në mbi 1/3. Është i shqiptarëve që jetojnë në Malin e Zi, është i shqiptarëve kudo që janë në diasporë dhe nuk mund të ndërmerrej ai veprim, ai atentat që i është bërë simboleve të kombit nga Edi Rama. Ne do ta kthejmë në identitet sheshin e Flamurit. Ne lulishten e famshme të sheshit të Flamurit, ku prehen eshtrat e themelusit, babait të kombit Ismail Qemali, do ta shtojmë, do ta zbukurojmë duke vendosur monumentet e kryebashkiakëve të Vlorës nga viti 1912 apo 1910 deri në vitin 1939. Dhe janë këta patriot të këtyre viteve, pra të arkut kohor të 25 viteve, që kanë qenë dhe mbështetësit e parë politik të Ismail Qemalit dhe të qeverisë dhe të asaj Shqipërie që u ndërtua mbas 1912-s dhe mbas luftës së famshme të Vlorës të 1920-s, luftë e cila konfirmoi shtetin shqiptar. Ne jemi krenar për simbolet kombëtare, ne do t'i stimulojmë simbolet kombëtare dhe do ta fillojmë nga rajoni 1, do ta fillojmë nga Vlora dhe këtë projekt do ta udhëheqi deputetja e Kuvendit të Shqipërisë, doktoresha e shkencave, zonja Alta Azizia Luca. Për ne është i rëndësishëm kandidati që paraqesim në rajonin 1. Në një farë kuptimi, rajoni 1 është rajon simbol për Partinë Demokratike. Është rajon simbol për Partinë Demokratike, qysh nga themelimi i saj dhe në momentet kritike të Partisë Demokratike. Qoftë në vitin 1997, qoftë në atë proces ku PD-ja u ringjall si Feniksi në ajri 97-2005 që i dhan fitore në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë, apo në veçanti dhe në vitin 2021. E mëtej, në procesin e vështirë, proces shumë i vështirë për një parti në opozit, siç ishte procesi i rithemelimit. Pasi PD-ja ishte në një agresion që ngërthente ndërmjet tyresh djallin e zi të njerëzimit Sorosin, djallin e zi të Shqipërisë dhe të shqiptarëve Rama dhe një oficer madhor i FBI, siç ishte me Gonigal, dhe krejt ajo shpura e tyre që trysnin, presionet, shantazhet e tyre nuk i kishin ndaj një njeriu, nuk i kishin vetëm ndaj Sali Berishës, por i kishin ndaj opozitarizmit në Shqipëri si frym, i kishin ndaj Partisë Demokratike, ndaj të gjithëve ne. Pse do fitojmë ne dhe në veçanti pse zonja Alta Azizia Luca do fitoj në zgjedhjet e 11 maj të vitit 2025 në Vlorë dhe posaçërisht në rajonin 1. Unë mendoj që Alta do fitoj këtu në rajonin 1, se edhe nga përvoja ime, edhe nga analiza dhe përvoja konkrete që unë kam kaluar në fushatën e 2005-s apo në fushata para 2005-s dhe pas 2005-s, këtu dhe Alta ka ditur ti kapi, ti integroj me njëra tjetrën, janë 4 kolona të fuqishme, në mendimin tim. Janë 4 kolona të fuqishme që në këtë rajon të i bëjnë të mundur kandidati demokrat të dali fitus. Së pari, janë demokratët qëndrestar, janë demokratët themelus të Partisë Demokratike në 90-91, janë demokratët që, si që përmenda më përpara, punuan dhe luftuan për Partinë Demokratike 97-2005, po janë dhe demokratët që u morën pjesë aktiv në këto procese të zhvillimeve në Partinë Demokratike. Së dyti, tu është një kontingent i fort i forumit të gruas demokrate, i lidhjes demokratike të gruas.
të cilin Alta ka patur privilegjin, e ka drejtuar në këto vite, forum në të cilin militojnë zonja qytetare, zonja intelektuale, zonja me integritet të lartë, forum i cili në gjitha këto vite, dhe tani po përqendrohem te 4 vitet e fundit, ka qenë një mbështetje fort e Partisë Demokratike në aksionet, në veprimin dhe në mendimin e Partisë Demokratike. Ky është një grupim shumë i fortë që dhe për hir të gjinisë të barazisë gjinore apo të ambicjes që kanë zonjat, do jetë në suport dhe në mbështetje totale të zonjës Alta Azizia Luca. Së treti, në këtë rajon, Alta ka ditur dhe tregon edhe pjesëmarrja sot të integroj të rinjtë e Partisë Demokratike dhe jo vetëm. Është një masë e madhe të rinj sot që tregon punën e jo vetëm të kryetarit të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, po edhe të rinj të tjerë, janë i student apo familjar, djemtë e Altës janë model dhe unë i përgëzoj për mbështetjen që ata po japin dhe do të japin gjithë fushatës nënës së tyre, duke krijuar një ekip solid të rinj, duke krijuar një ekip solid të rinj i cili nga dita sot deri në datën 12 maj do jenë në favor, në dobi të punës, për të përcjell programin e Partisë Demokratike, për të përcjell vlerat e kandidates doktoreshës së shkencave Alta Azizia Luca. Ka shumë